realisht rasti që ndodhin në Felizaj. Në herët bën me kuptu që na si institucionet tona nuk po funksionojnë që duhet. Sepse një emitor ose një re, nëse është shtatzan, ajo shtatzani duhet me u monitoru prej dikujt, prej ginekologut. Natyrisht është profesionist i kësaj fushë. Në momentin kur monitorohet ajo shtatzani, atëherë duhet me u pa se çka nuk është në rregull. Indirektisht dasht me e vrejt edhe shëndetin emocional të nanës, shëndetin mendor të nanës. Nëse vren diçka që nuk po ecë si duhet me orientu për një konsulte psikologu. Edhe nëse në rastet të tilla identifikohet një mungesë e stabilitetit nanës, atëherë pritshmëritë për mu braktisë ai fëmijën të larta. Ose për shembull, nuk dihet se kush është baba. Kontrollat ginekologjike ish dasht me evidentu edhe emri i prindit, e kur vrehet që nuk është emri i prindit, është e pritshme me u braktis një fëmijë të tillë. Sa ka bashkëpunim institucional në këtë pikë? Këto kemi të bëjmë me shtatzanit e pa dëshiruara. Në raste kur kemi shtatzanit e pa dëshiruara, që vjen deri te lindja dhe braktisja e fëmijëve, atëherë i vijnë edhe problemet, shkaqet dhe arsyet e monitorimit dhe identifikimit që çojnë deri te braktisja.